Kur e ke takuar Talon për herë të fundit? Ngeli puna e kunatit të mirë Haxhis pa u bërë. Keni thënë që Andi Zylyfi kishte pak kohë që ishte kthyer nga jashtë dhe ishte interesuar për vrasjen e kushëririt vet, vllait Alibejt dhe Dylgjerit, dhe se i bënte kashillëk Kel Kamamit. Po, i shkonte Kel Kamamit paralel me makinë. Kur i ke shkëputur marrëdhëniet me Talon? Takimi fundit ka ardhur ai tek shtëpia ime. Fund 2019, fillim 2020. Ne kishim debatuar shumë me të. Kur jeni shkruar për herë të fundit? Me Sky, në verë 2010. Keni diskutuar për vrasjen e Taloçelës? Kel Kamami më ofroi 2 milion euro për vrasjen e Erion Alibej. Më tha do t'jape edhe Talon. I thash dua 1.5 milion euro, po më sill Talon përpara. Ke thënë që ke marrë pagesë tek Dine Çami për vrasjen e Andi Zylyfit. Ishin 2 prerje, një i madh dhe një i vogël. Shumën e vogël do ja jepja informatorit, Tos Gogës. Informatorët marrin nga 15 në 30.000. Gosën e takova tek pishat. Unë isha me një makinë të vogël. Ai ka qenë me një Golf të zi. Vetëm jemi përshëndetur. 2-3 minuta kemi ndetur aty.